Në vitet 2018 dhe 2019, periudhë kohore, ndodhi edhe një fenomen shumë interesant. Pa pritur, një pjesë e klasës politike shqiptare filloi të fliste për agjendën e gjelbërt, tranzicionin klimatik dhe politika të tjera moderne. Askush nuk e kontestoi rëndësinë e kësaj, por pyetja është tjetër. Si mund të kalosh në agjendën e gjelbërt kur agjenda kombëtare s'ka përfunduar as pak? Si mund të flasësh për neutralitet klimatik kur ende nuk ekziston neutralitet kushtetues? Si mund të mbjellësh një pemë politike mbi një tokë ku ende nuk janë konsoliduar themelet e barazisë juridike? Në vend që agjenda gjelbërt të ishte një shtesë e zhvillimit demokratik, ajo u përdor në disa raste si një mënyrë elegante për të shmangur temat që nuk ishin zgjidhur kurrë, sikur problemet kombëtare të ishin tejkaluar, por ato nuk ishin tejkaluar, vetëm nuk po flitej më për to.